الحمد لله رب العالمين نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة Allahun Gjelle Gjelalu e falenderojmë, ati i kërkojmë ndihmë dhe udhëzim, ati ka i kërkojmë mbrojtje nga gjunat e nefsit ton, dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një i vetëm i pashoq, dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i zgjedhur i tij për mbar njerëzimin. Allahu i bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, frikësoni Zotin sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në nështruar ndaj Zotit tuaj. Dhe dijeni se fjala më e mirë është fjala e Zotit, Kur'ani Kerim. Dhe rruga dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpikjet çojnë humbje dhe humbja çon zjarr. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, njeriu dhe besimtari do të jetojnë në çdo kohë, në çdo vend, në çdo moment, por do të ketë parasysh atë që Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë atij të eci me dritën e Zotit kudo që të jetë. Ti bëj hapat e tij me dritën e Zotit, të flasi me dritën e Zotit, të komunikojë me njerëzit me dritën e Zotit, të qeshi me dritën e Zotit, të flasi njerëzve me dritën e Zotit, dhe jo me hamendësime, jo me interesat caktuara, jo me grupime, por me atë që është e drejtë. Herën kaluar folëm për rolin e muslimanit në ruajtjen e qetësisë së rendit dhe interesit publik, sot themi roli i muslimanit në mbrojtjen e interesit përbashkët dhe të mirës publike. Dhe interesi përbashkët është besimi, është drejtësia, është nderi, është familja, është prona, pra pasuria, është vendi ku jeton. A duhet jemi në njerëz musliman cilët jemi indiferent në realitetit ku jetojmë, pra ta përcaktojmë fen vetëm ke xhamia, të falemi, të agjerojmë, të japim zakat, kjo është marrëdhënia jonë me Zotin. Apo duhet jemi njerëz cilët janë parimor në interesat e përbashkëta publike që ka të bëjë me jetën, shëndetin, familjen, pasurinë, pronën, nderin, besimin, kombin, a duhet jetë muslimani indiferent? Shpesh dëgjojmë gjëra të çuditshme në muslimanët. Flet gjysmë hoxha, flet tregtari i gjizës. Ku ta di unë flasin njerëz të ndryshëm, japin opinione, japin mendime dhe ti habitesh. Flasin të vërteta jo në vendin e dur. Ose siç thuhet në fikun ton, haqqun uride bihi al-batil. E vërtet me cilën kërkohet me të e kota. Të përmendin ajete, të përmendin hadithe, të përmendin ku ta diun opinione, fjalë dietarësh, mirë po përse flasin ato, cili është konteksti atyre teksteve historike, sebepi pse kanë ardhur, duke mos bërë dallimi midis një shoqërie islame që jeton në një shtet islam, që jeton në një shtet me ligje fetare, me prisa musliman, dhe një musliman i cili jeton në një shtet laik me prisa jo musliman. Në bazë të një kontrate ligjore mes fesë dhe kombit, fesë dhe shtetit, fesë dhe qytetarëve,
duke mos e bërë këtë dallim dhe duke injoruar shkollat juridike bashkëkohore të muslimanëve. Prandaj Islami nuk edukon njeriu të jetë i pa interesuar për shoqërinë ku jeton. As ta mbyll veten në rrethin e interesave të tij personale, sepse kur përhapet padrejtësia, ajo nuk pyet më përpara se çfarë feje ke, se çfarë mendimi përfaqëson. Përkundërsi e ngarkon njeriu në çdo lloj shoqërie me përgjegjësi që të kontribuojnë për përhapjen e drejtësisë, largimin e padrejtësisë dhe mbrojtjen e të mirës së përbashkët. Nga kurthet e shejtanëve dhe mashtrimeve të rrezikshme është që ta bind besimtari veten se feja e tij kufizohet vetëm me sejdë, ibadet, adhurim, duke praktisur ajete të tjera që ngarkojnë besimtarin me përgjegjësi para Zotit, para familjes, para vendit ku jeton. Allahu Xhelle Xhelalu na ka vënë duke ajete të drejtë për drejta, që mbrojnë interesin e përbashkët publik, që thamë është feja, është jeta, është familja, është prona, është pasuria. Ne jemi kom në kolonitë të tjerëve, që kushdo që vjen këtu i vëgishtin ligjeve dhe thot ndroni ligjet, thuani që do t'i bëjmë djemt gra dhe gratë burra, edhe do t'i japim kaq tokë të filanit një shtetit huaj, kushdo qofte, çfarë interesi ka. O ju vëllezër, ky nuk është mall pa tokë. Në këtë kom jetojnë njerëz, jetojnë qytetarë, jetojnë njerëz që kanë raskapitur, kanë luftuar, janë përpjekur për këtë vend. Hoxhallar e priftrin, qytetar, me fe dhe pa fe, me zi e ngritën strukturën e kombit shqiptar, dhe sot vjen dikush dhe i vëgishtin dhe ta zhduk nga harta një pjesë të pronës. Të ndërhyn ke shtëpia se ti duhet edhe të bësh eksperiment me fëmijën tënde. Të ndërhyn ke ligjet ku i jepet e forta dhe i dobët i gjithmonë i dobët. Të ndërhyen ke gjitha llojet e autoriteteve, interesave publike, ke shëndetësia, dhe ti kur shkon me një gjilpar, thot mjeku s'kam as pambuk. Kjo është e tmerrshme vëllezër. A duhet jemi njerëz që e ngrem zërin e paktën të interesat e përbashkëta që nuk cënojnë akiden dhe fen, besimin? Jo vëllezër, nuk do të jemi teshur. Dhe me çudi, nuk e di si besimtarët të gjojnë këta njerëz gjysmë hoxhallare, gjysmë prift, e gjysmë tregtargjize, edhe dëgjon gjëra të çuditshme, pra në emër të fesë dhe mbrojtjes së besimtarëve nga devijimi i kutadiuni menhexhit e apo tjera me radhë. Shkoni që thot Allahu azza wa jall, mirë drejt për drejt. Allahu thot inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Vërtet Allahu urdhëron për drejtësi. A kemi drejtësi në vendin tonë? Tashi vetëm po të ketë lajthitur do njeri që thot po kemi ne drejtësi. Ka drejtësi ku ka prokuror dhe gjykatës të ndershëm dhe ne këtë nuk e vëmë dyshim, por që janë për të pafuqishëm, por ta vënë rregullin dhe qetësinë tokë dhe të japin gjithë secilit hakun që takon. Pse? Se vendosin të fortët nga burgu se kush do jetë edhe prokuror edhe gjykatës, dhe sa duhet t'japi ligjin dhe sa vite burg duhet marri. A duhet ta mbyllim neve gojen? A nuk është drejtësia interesi përbashkë për gjithë secilin prej nesh? Apo do presim sa të na hyjë keqja tek gratë tona, tek nënat tona, tek fëmijët tanë, dhe neve themi po unë s'kisha të bëbeja. Mbyllë gojen ti, mbyllë gojen. Pra Allahu është i drejt për drejt. Allahu thot urdhon për drejtësi. 1. Bamirësi. 2. Përdhënie, t'i hapësh sadakatin, i mosh njerëzit, mos ta mbash mirën për vete, për ta hapësh atë. 3. Ndalon nga imoraliteti. Nuk është për ta ndyrë minberin e pejgamberit, po jo më pak se një javë, njerëz të zhveshur lakurisht total në plazhin e Zhëngjinit kishin hapur të gjitha gjërat pas një rrobe në trup, si që t'ja bëjnë zakonshme popullit shqiptar që ka ato gabimet e veta, por nuk e pranon degenerimin. Nuk e pranon degenerimin. Me leje, me firmë, me vull nga vetë qeveriu. Gjë më të ndyrë, më të shpifur se shparë në njerë. A nuk është kjo prej mëkatit objektivave të ligjit që ta ruaj moralin publik të shoqërisë? Po, vëllezër, është. Kështu thot Allahu, ndalon edhe padrejtësinë, ju këshillon që të merrni mësim. Nuk e kufizon ajeti kuranor
drejtësinë, mirësinë, urdhërimin për mirë, ndalimin e ke vetëm xhami, por edhe në atë shoqëri ku ti je, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajeti tjetër i drejt për drejt: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Inna Allaha shadidul iqab. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab." Ndihmojeni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri. A nuk është për devotshmërisë dhe mirësisë që të ndalosh të keqen o vëllezër? Të flasësh kundra saj. Të flasësh kundra krimit organizuar dhe drogës që u bë mod në shoqërinë tonë. Me pranimin e një nga kryeministrave, kur tha që unë i thosha nëse hiqesh mushur Shqipëria gjithë drogë, se po ti se do të zhvillohesh njëri një shteti nga droga, do të zhvillohesh Kolumbia, që është më e pasura me drogë. Por ja që kur të fusin kriminalet në kthetra, atëherë u jep të drejtë zërit krimit organizuar dhe drogës dhe jo zërit drejtësisë dhe qytetarëve. A nuk është kjo objektive e shariatit islam tash duke të keqen? Prandaj Allahu pasaj tha dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në gjuna dhe armiqësi. A nuk është të heshtësh kundra krimit, zullumit, padrejtësisë, për kraje me heshtjen tënde? Po, është. Atëherë çfarë kuptimi ka fjala profetit sallallahu alaihi wasallam? Nëse shikon një të keqe, luftoje me dorën tënde, nëse nuk mundesh me gjuhën tënde, nëse nuk mundesh me zemrën tënde, dhe kjo është më e vogla, gjuna është imani më i vogël pra. O vëllezër dhe motra, mos t'i keq interpretojmë ajetet kuranore dhe hadithet e profetit. Me shumë dashamirësi për njerëzit që duan t'i ndalojnë njerëzit që mos ketë probleme dhe trazira, kjo është gjë shumë e mirë. Ne nuk nxisim kundra askujt, o vëllezër dhe motra. Por ka vajt aty ku s'mban më. Ai grush që pash në Vërnec nuk ishte grushti si thon disa pika që u derdh kota. Ai ishte grushti i një zullumqari që të thot unë të vras edhe në pronën tënde dhe ti mbyll gojen. Dhe për mua çdo njeri që mbyll gojen për këtë zullumqar, si njëti ata që godasin me grushta. Ai mund t'ishe ti, mund t'ishe pronën ndonjërit prej nesh, mund t'ishe çdo njeri nga ne që mund të merret zvarr atje. Dhe këta thonë që mos merret hoxha me politikë. Hoxha nuk merret me politikë. Por feja flet me drejtësi, Zoti flet me drejtësi, pejgamberi flet me drejtësi. Dhe ne kemi me këtë me 10 argumente nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga fjala e sahabëve, tabiin dhe ulemave tan brez pas brezi, edhe nga dietarët tan bashkëkohor. Ne nuk bëhemi pjesë me zullumin dhe zullumqarët. Ne nuk e bindemi askujt në padrejtësi ndaj njerëzve. Nëse dikush na jep hakun tonë në të drejtat tona, ne nuk bëhemi me atë kundër drejtave të tjerëve. Jo. Prandaj mos e harroni ajetin tjetër ku thot Zoti xhelle xhelaluhu: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun." Le të jetë për jush një grup që thërret në të mirë, urdhëron për të mirën, ndalon nga e keqja, pikërisht këta janë të shpëtuarit. A jemi ne muslimanët që thrasim për të mirën dhe ndalojmë nga e keqja? Apo e kemi të mirën dhe të keqen venda kundra njëri tjetrit, si hyn xhami me këmbën e djathtë të majt, si imam flokët, si i vesh rrobat. Kurse ti nuk kemi guxim të u flasim prindërve tan për gabimet tuaja, farefisit ton, xhaxhallarëve, hallave, tezeve tona, që ndonjëherë bëhen pjesë e këtyre padrejtësive, familjes ton, apo e kufizojmë urdhërimin për mirë dhe ndalimin nga e keqja vetëm brenda njëri tjetrit. Me cilin rregull fetar është kjo? Ku është parë kjo në Kur'an, apo në librat e fikut, apo në librat e politikës islame dhe ligjit islam, si librat e Ibn Temijës, Izi ibn Abdus Salamit, Imam Shatibiut, Ibn Qayyimit, Imam al-Merdawit, që kanë shkruar për këto temat? Ku ja është ky rregull? Allahu azza wa jalla shkoni çfarë thotë o vëllezër dhe motra. Ne nuk mund të ikim këtyre ajeteve për interesat e një partie apo një tjetër që nuk na intereson. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë i nxjerr për njerëzit ndonjëherë. Ju urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun azza wa jalla. Jeni populli më i mirë që ka ardhur për njerëzit. Nëse neve nuk ngrenzojmë, nuk flasim brenda të gjitha normave dhe etikës islame, pa shpifje, pa interes personal, pa cënuar nderin e njerëzve, pa derdhur gjakun e njerëzve, pa cënuar pronën e njerëzve, pa shtypur askënd. Kjo është profesë Allahut azza wa jalla dhe kjo na dallon neve nga shumë njerëz të tjerë të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare. Allahu azza wa jalla thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin." O ju që besoni,
jini të palëkundur në drejtësi, dëshmitar të vërtetës për hir të Allahut. Dhe nëse kjo është kundër vetes tuaj, prindërve tuaj ose të afërmëve, ku e gjen këtë lloj ligji dhe drejtësie ti? Përveç se në librin e Zotit Kur'anin Kerim. Ja pra që Zoti flet, pejgamberi alayhi salatu wasalam flet, sahabët flasin, shkollat tona juridike flasin, dietarët flasin. Ne vërtet jetojmë në një shtet laik, të pambështetur, të pafuqishëm. Por kjo nuk do të thotë që neve të jemi bashkëpunëtor në zullum, në padrejtësi, të durkasin njerëz që shtypin fatin i kombit tërë. Dhe shumë prej tyre janë dhe për vëllezërve dhe motrave tona, je i detyruar për disa gjëra, okay, po jo të mbyllësh gojen. Si ka mundësi mos ketë muslimani pa karakter, dinjitet? Pikërisht këtu fillon korrupsioni. Kur fillon mendon për bukën e gojes, për kafshatën, edhe qoftë kjo minderit tënd. Edhe kur të nxjerrin nga zyrat e punës, mësues, intelektual, punojës bashkie, në çerdhe, hajdeni se u mbledh partia. Por nuk vin xhami kur thret ezanin Allahu Azza wa Jall, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi, hayya ala salah, hayya ala salah, hajde namaz, hajde namaz. Nuk ka namaz. S'ka gjë se Zoti fal, po partia nuk të fal. Subhanallah. Dhe prandaj shumë prej vëllezërve dhe motrave tona do të jenë njerëz që renditen majtas dhe djathtas në sqellët në hijen e politikës, sepse ata kanë zgjedhur të jenë në hijen e politikës dhe jo në hijen e Rahmanit ditën e Kiametit. Prandaj Zoti thot në Kur'anin Kerim: "Alladhina in makkannahum fil ard wa aqamu s-salata wa atu z-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa lillahi aqibatu al-umur." Dhe ata të cilët kur ne u japim fuqi, bëjmë mëkambës në tokë, e falin namazin, e japin zakatin, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqa, dhe përfundimi i të gjitha çështjeve i takon Allahut. Pra, kush nga këta njerëz, nga këto vëllezër, nga këto motra, që na përfaqësojnë majtës dhe djathtës, kanë qenë prej atyre që e kanë ngritur zërin për interesin publik, për drejtat e qytetarëve tanë. Mu merdi shumë turp për vëllezër, do thonë disa njerëz, po hoq pse vajte ke protesta, nuk kam thirrur njëri, as bashortën time se ka lemru. Si kam thënë askujt që do iki. Kam shkur i fundit dhe kam folur i fundit. Dhe nuk ishte gjë më të dhimbshme që të shkojnë nëpër rrugë të qytetit dhe të kapnin njerëzit, përqafonin njerëzit, mesazhe nga jashtë shtetit, nga brenda shtetit, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Gjermania, nga Anglia, nga Italia, po shoqyrë më tha që folin njëri. Çan këta njerëz që kanë frikë më fol që s'kemi spital. Ore mund të kemi mik kushurin vllan atje që është me partinë. Po spitali është i gjithëve, nuk është i partisë, as i PD-s, as i PS-s. Spitali po e them është më keq se stall lopësh. Një muj tha doktori hoç kemi pa mbuk tha njëri, një muj. Po kemi qenë vetë vëllezër të smur me javë të tërë. Po kemi çuar fëmijët, kemi çuar gratë, kemi çuar prindrit. Po çka ka për të fshehur aty? Aty është merr. Prandaj vëllezër, njerëzit janë të lodhur, janë të uritur. Sepse kombi shqiptar është në luftën e të dobëve. Çfarë do thotë? Lere një popull në mjerim, që ata janë të gatshëm bëjmë pakt edhe me shejtanin dhe me djallin që dalin nga situata. Kjo quhet harbul mustadafin. Ka luftë me beteja, me armë, me avion, po ka luftë me fukarallëk. Lere në mjerim, lere pa drejtësi, lere të korruptuar, lere të me jepja bukën me pikatore. Jepja ushqimin që mos i dali fundi muajit, jetë gjithmonë i varur nga rroga, nga politika. Dhe këta njerëz sot rrin si kohën e partisë punës. Edhe pse shikon që i shkelet e ardhme djalit dhe vajzës ti, ai prap zgjedh keqen dhe mbyll gojen. Por çfarë babe je ti? Çfarë nane, çfarë gjyshi dhe gjyshe je ti? Që e di shumë mirë që nipi dhe besa jote po vuan. Që ka ikur gjysma e rinisë shqiptare jashtë shtetit. Prandaj muslimani fisnik, besimtari fisnik, intelektuali fisnik, qytetari fisnik, mësuesi fisnik, gjykatësi fisnik, polici fisnik, prokurori fisnik, politikani fisnik. Duhet ta ngrej interesin e tij me interesat e qytetarëve të përbashkëta që na bashkojnë të gjithëve vëllezër. Jeta, deri, familja, pasuria, toka, kombi na bashkon të gjithëve. S'ka dallim këtu me fe apo pa fe. Kjo është madhështia e fesë islame, që bën dallimin midis çështjeve personale, individuale dhe çështjeve publike dhe të përbashkëta që janë në të mirën e të gjithëve.
Shikoni çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e shikon një të keqe le ta ndryshojë atë me dorën e tij. E dora është institucioni i shtetit, ne si jemi shteti. Nëse nuk mundet me gjuhën e tij, ne jemi populli, ne jemi masa, ne jemi qytetarë, ne jemi intelektualët, ne jemi njerëzit e thjeshtë, ne jemi punëtorë, ne jemi mësuesit, ne jemi qytetarët e këtij vendi, e këtij kombi. Neve do ta ngremë zërin brenda mundësive dhe kapaciteteve që kemi për drejtat tona, jo më shumë. Omeri radiallahu ta'ala anhu thot, nuk ka mirësi nëse ju nuk e thoni të vërtetën. Dhe nuk ka mirësi nëse ju ne nuk e pranojmë atë. Duhet pranojmë që me dashje pa dashje, me heshtjen tonë, me vitet gjata, ne arritëm këj grushti që pat në zvërnec që unë të shtyp me kem edhe në pronën tënde. E valla. Prandaj, kur kuptoj ky popull që nuk mund të rrihet më kështu u ngrit. Ti lëm prallat, u ngrit ky, u ngrit ai, erdhi Irani dhe na hyrin xhami dhe na mushi mendjen neve, erdhi greku, erdhi serbi, erdhi dreqi, erdhi shejtani. U përpoq që të bënte edhe racizmin fetar duke na vënë neve përballë gjithë botës që janë ca muslimanë aty e ca xhallar. Me shumë modesti kam thënë s'ka lindë i burr, as do të lindi që të hynë xhamia tona dhe të na hedhin neve helmin që të vëm në lëvizje apo që të vëm në lëkundje interesat e vendit tonë. Kur, me lejen e Zotit inshallah. Sepse këta që falen sot janë bite dhe bidibrës ta, Stërniprit, Hafiz Ali Korçës, Ibrahim Dalliut, Ali Krajës, që bashkuan komin shqiptar momentin më të vështira. Prandaj t'i lëm prallat me agjentura, gënjeshtrat me kukuvajka që dalin natën dhe fshehen ditën, sepse neve as e kemi shitur, as e shesim, as nderin, as familjen, as fen, as vendin tonë për tjerët. Pra, nëse sënohet o vëllezër e drejta publike, dëmtohet pasuria e përbashkët, rrezikohet siguria e njerëzve, ose shkelen përpatërtësisht të drejtat e tyre, muslimani nuk duhet jetë indiferent, sepse edhe ti do të prekesh, do të shtypesh një ditë. Prandaj i kontribon në urtësi, drejtësi, lishmëri dhe moral duke kërkuar të mirën, duke shmangur dëmin. Atëhere, me që fukahat e Facebookut japin lloj-lloj fetvash, unë po ju them çfarë thot Imami i Madh Ibn Taymija. Dëgjojeni me vëmendje edhe pse hutbja është pak e gjatë, por mos të rënë pjesë e grupeve interesit apo hoxhallarëve të gjizës. Allahu thot Ibn Taymija rahimullahu taala në librin e tij Urdhërimi për të mirë dhe ndalimin e keqja. Allahu e bën të qëndrueshëm shtetin e drejtë edhe nëse është jo besimtar, ku fare, s'ka besim. Allahu e bën të qëndrueshëm shtetin e drejtë edhe nëse është jo besimtar, ndërsa nuk e bën të qëndrueshëm shtetin zullumqar edhe nëse është musliman. Po ashtu ka thënë bota mund të vazhdojë me drejtësi edhe nëse në të ka mosbesim, por nuk mund të vazhdojë me padrejtësi edhe nëse atë shoqëri ka islam. Sepse padrejtësia vëllezër nuk pyet për din, për iman, për fe, për Zot, për pejgamber. Zullumi dhe zullumqari ngeli tillë gjithmonë. Në një fjalë tjetër thot Zoti më mëshiroft, drejtësia është sistemi mbi cilin shqëndron çdo gjë. Thot Imam Shatibiu në librin e tij El Muafaqat, ligji islam është vendosur për realizimin e interesave të robërtëve në këtë botë dhe në tjetrën. Pra, interesat e përbashkëta, jeti, shëndeti, familja, nderi, pasuria, feja, qetësia, rendi janë të përbashkëta vëllezër. Për dynjan dhe ahiretin. Po ashtu thot Zoti më mëshiroft që qëllimet, objektivet e ligjit islam është ruajtja e interesave dhe largimin e dëmeve, duke trajtuar dobit si bosh të objektiva të tij. Pra janë gjëra dobishme për ne këto, që na mundsojnë vazhdimsinë e jetës, fesë, familjes, pasurisë, kështu me radhë. Ibn Qayyim rahimullahu taala thot, ligji islam është ndërtuar tërësisht mbi urtësinë dhe interesat e robërve në këtë botë dhe në tjetrën. Ai është i gjithi drejtësi, i gjithi mëshirë, i gjithi dobi dhe i gjithi urtësi. Pra nuk ka nevojë ndonjëherë, si thot populli për tekste drejt për drejta që ti të mbrosh të drejtën tënde. Por duke kuptuar objektivat e fesë pse ka ardhur vëllezër. Imam Ibn Isa ad-Dusalami rahimullahu taala thot, ligji islam në tërësinë e tij sillet rreth interesave, ose largon dëmet, ose sill dobit. Kurse
Shatebiu Ibn Qayyim thot po ashtu, çdo çështje që del nga drejtësia në padrejtësi, nga mëshira në të kundërtën e saj, nga dobia në dëm, nga urtësia në kotësi, nuk është prej ligjit të Zotit. Atëherë me çfarë dëshire, me çfarë mundësie, neve duhet t'i mbajmë këta njerëz, t'i dorëtrokasim këta njerëz. Kur flet për një fenomen, të thonë je i djathtë, kur flet për një tjetër, thonë je i majt. Nuk jemi as majtas, as djathas, jemi si qitësi që e lçon plumin drejt. Flet drejt, domethënë. Prandaj, nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, unë nuk u them njerëzve dilni apo mos dilni, por u them vetëm ngrini zërin për drejtat tuaja. Kaq. Sepse këto punë nuk bën me hatër. Hajde për hatër filanit, hajde për hatër filanit si bëjnë partitë politike. Jo, nëse ndjen që je i shtypur, që je i vjedhur, që je fukara, e ndjen korrupsionin në thelb, e ndjen që të shën prona e drejta, e ndjen që po të kurret familja, ngrije zërin dhe fol. Ke dal para Zotit i pastër. Nëse jo, atëherë pranoje poshtrimin, edhe rrahjen, edhe shtypjen, dhe pastaj duar trokit keqen, dhe bëu si ata njerëz e popull që për kafshatën e Bukës dalin djathtas dhe majtas dhe duar torkasin dhe përqafojnë të keqen me njëri tjetër. E lutim Allahun azza wa jall na ruaj nga çdo e keqe. E lutim Allahun azza wa jall na mbroj nga çdo e keqe. E lutim Allahun të ruaj vendin ton nga kurtha dhe dredhit. O Allah, ruaj tokën ton nga kurtha dhe dredhit. O Allah, ruaj popullin ton nga kurtha dhe dredhit. O Zot, ruaj kombin ton nga veriun jug linjën perëndim nga kurtha dhe dredhit. O Zot, ruaj familjet tona nga kurtha dhe dredhit. O Zot, na ruaj nga fitnet që duken dhe nuk duken, nga planet që duken dhe nuk duken. O Zot, përplasi zullumqtarët me njëri tjetrin. O Zot, largoj zullumqtarët nga ky vend. O Zot, na ruaj nga sherrri i tyre, nga e keqja e tyre, nga dredhitë e tyre, nga sloganet e tyre, nga shpifit e tyre, ya Rabbel Alamin. O Zot, na bëj qëndrueshëm fen tënde. O Zot, na bëj qëndrueshëm fen tënde. O Zot, na bëj qëndrueshëm fen tënde. O Zot, na ruaj djemt dhe vajzat tona, na ruaj familjet tona, na ruaj ajrin që e thithim, tokën që e ecim, ya Rabbel Alamin. O Zot, na ruaj nga sipër dhe poshtë, nga djathta dhe nga majta. O Zot, na ruaj nga përpirja e tokës, ya Rabbel Alamin. O Zot, na bëj për atyre që dëshmuan të vërtetën dhe folën të vërtetën. O Zot, na bëj për atyre që urdhëruan për të mirë dhe ndaluan nga e keqe. O Zot, mos na bëj për atyre që përdorin interesat e tyre për interesat e tjerëve. O Zot, mos na bëj për atyre që shesin fenë e tyre, familjen e tyre, nderin e tyre, tokën e tyre, kombin e tyre për tjerët. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhe thrisni kametin dhe çoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se sot është e dita e xumë. Allahu dhe melekët e tij çojnë salavat për pejgamberin, kështu që duhet çoni salavat për pejgamberin. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina